Ja ku jemi sot përsëri në episodin e radhës. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetja është gjëja e parë dhe optimizmi duhet përcjellim, pavarësisht faktit që sot do të flasim për një nga aspektet që ndodh në këtë sezon të vitit, siç është pranvera, gjë e cila shoqërohet shumë herë edhe me çrregullime të humorit, të cilat bëjnë pjesë në ato sëmundje që ne i quajmë të sistemit mendor. Kështu që sot për ndryshimet e kësaj stine do të flasim me doktor Shnarianën, kush janë ndryshimet që ndodhin në këtë periudhë të vitit. Pranvera në fakt është një stinë e bukur për gjithë ne, sepse fillojnë rriten orët e ditës, fillojnë çelin lule, pemë, dhe kjo do të shërbente një lloj optimizmi të brendshëm tonit që jo të gjithkush kontribon pozitivisht. Shumë shpesh me shaka them që i kemi kënduar gjatë gjithë kohës pranverës, por në fakt pranvera tek disa nga ne nuk është stina më e mirë, sepse është vërejtur një lloj ciklimi i disa shqetësimeve që përsëriten sidomos në periudhën pranver vjesht dhe pikërisht është sistemi hormonal ai që akuzohet edhe pse nuk dihet ende dhe nuk ka shkaqe të qarta të këtij lloji ndryshimi që ndodh pikërisht në këtë sezon. Nëse ajo është një lloj që ne dim shumë mirë që ndryshimi jo vetëm i hormoneve, por i raportit midis stimuluesve dhe qetësuesve, që ky raport fillon të shkaktojë shenja simptoma ose shqetësime. E vërtet. Disa nga teoritë që i shkojnë më shumë kësaj gjendjeje, e cila impostohet në këtë lloj periudhe, është së pari teoria hormonale. Dihet që disbalanca në trupin e një personi për shkak të kimisë që këto neurotransmetues krijojnë gjatë kësaj periudhe, është një nga shkaktarët që më tepër i drejtohet aksit të hipotalamusit, të pituitares, një gjendër që prodhon hormone, dhe të gjendrës adrenalinës, të hormoneve mbiveshkore, po. Që gjendra mbiveshkore ekskreton duke respektuar këtë aks dhe duke shkuar së fundi në mbiprodhim të kortizolit, i cili akuzohet drejt për çfarë është një nga hormonet e stresit dhe që shkakton pikërisht këto ndryshime në këtë sezon. Është më i rrezikshëm i stresit, më stimuluesi, më agresiv. Dhe është një nga analizat që ne kërkojmë për të gjetur nëse një person është në efektin e kortizolit si hormon apo jo. Kjo është një nga teoritë, ndërsa teoritë të tjera i shkojnë ndryshimeve që personi përjeton për shkak të ritmit cirkadian, ritmit të gjumit. Duke qenë se ka ekspozim më tepër ndaj dritës, melatonina është një nga hormonet që ka lidhje drejt për drejt me këtë gjë. Dhe duket sikur hutohet ky lloj hormoni. A mund të specifikoj një diçka lutem me që e kujtove melatoninën? Se ka shumë njerëz që e marrin për të rregulluar gjumin dhe e marrin në dozazhe të ndryshme, por ndofta nuk e dinë që melatonina që të funksionojë merret paktën gjysore para se të flesh dhe në momentin që flet duhet të mos kesh dritë, të mbyllësh dhe perdet, se ndryshe nuk funksionon. Është e vërtetë, dhe ndërkohë kjo melatonin kërkon që të kesh pasur ekspozim në dritë gjatë ditës. Eksakt. Kështu që të gjitha këto janë zinxhir të cilët ndihmojnë njëri tjetrin për të shkuar deri në rezultatin që ne presim. Dhe ritmi cirkadian është shumë i rëndësishëm, sepse dihet që cikli gjumë-zgjim, ky quhet ritëm cirkadian,
është brenda nesh, domethënë që kur lindim ne duhet që të jemi brenda këtij ritmi që na e ka përcaktuar natyra. Ndryshe pastaj ne I dalim kundër natyrës dhe natyra të ndëshkon patjetër. Edhe vetë ritmi cirkadian që themi hormoneve ka orare të caktuara kush janë të natës, të mëngjesit shpejt, të gjatë ditës, kështu që raporti ose mënyra e skretimit të tyre ndryshon sipas orarit 24 orësh. Është e vërtetë dhe ka kaq shumë procese metabolike dhe të sintezës hormonale që ndodhin gjatë natës, sa shumë shpesh hasim në të tillë opinioni që unë I bëj 6-7 orë dhe kur ne u lumtojmë del që këto 6-7 orë I bën gjatë ditës. Ndërkohë që trupi është I përgatitur që nata të jetë ajo që ne duhet jemi të qetë dhe të japim të gjithë mundësinë dhe terrenin këtyre hormoneve dhe neurotransmetuesve të mirë veprojnë. Ka njerëz që punojnë dhe natën, doktoresha, kështu që Është e vërtetë, të gjitha studimet bëhen për çfarë sjell problematika pagjumësias bëhen në të tillë persona. se shkon kundër ritmit cirkadian të organizmit. Ritmi cirkadian është ai që ne duhet të tentojmë që ta zbatojmë. Një gjë tjetër është edhe ndryshimi I orës. Pikërisht ne presim ndryshimin e orës tani, e cila ndikon edhe një herë tjetër koincidon me pranverën, që ka këto problemet e veta, e ndërkohë ndikon pikërisht në këtë ritëm të gjumëzgjimit. Po I kushtojmë shumë vëmendje këtij ritmi, sepse dihet që pa një gjumë të qetë, të mirë dhe në orët e veta, nuk ka një cilësi të jetës dhe të performancës që ne duam në aktivitetet më pas. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne t'i shkojmë këtij ritmi dhe ta zbatojmë atë thirrje dhe për rinin që tenton që të bëj jetën e natës dhe ta prishi këtë lloj ritmi bashkangjitur dhe zakoneve që ato kanë për përdorimin e substancave dhe të alkoolit që shkatrojnë akoma më tepër. Në këtë ritëm. Këtë ritëm. Gjëja tjetër është që ka një lloj hiperstimulimi ndaj dritës. Duke tentuar që po vjen pranvera, pastaj është vera që duam një trup më të bukur, më të tonifikuar, atëherë të gjithë tentojmë që të dalim nga kjo çfarë rutine na ka kapur në dimër, dalim për një herë dhe vrapojmë duke kapur orët e mëngjesit, duke bërë një hiperstimulim ndaj dritës. Nga hiç në hiperstimulim me njëherë. Çon pastaj në hiperstimulim të serotoninës, e cila në vend që të na japi një ritëm më të mirë, një humor më të mirë gjatë ditës, fillon dhe kalon në kahun e kundërt. Pra është edhe kjo çfarë ne po kërkojmë pa kaluar në periudhën e përshtatjes. Pastaj ka dhe një teori tjetër, ajo e evolucionit, që mbetet e fundit në fakt, që duke qenë se ne vim nga paraardhës neandertal që dilnin nga shpella në pranverë dhe që impostuan disa mekanizma të përshtatjes, mekanizma hormonal që I bënin ato që nga shpella e errët ku kishin qëndruar të dilnin dhe të ekspozoheshin drejt e në dritën e pranverës, ishte një lloj turbulence në tentativë për t'u përshtatur që ne na u shkrua në genet tona dhe që na mbeti kështu dhe pse ne nuk dalim më nga shpellat, duke bërë këtë ndryshim në organizmin ton për shkak të mos përshtatjes së ngadalshme. Të mos harrojmë që pranvera është dhe një sezon që duket sikur ulet ky imuniteti ynë. Alergjitë që janë për shkak të poleneve janë dhe ato një lloj stimuli negativ për ne. Sulmi drejt organizmit. Drejt organizmit që e percepton sistemin. Që duhet përshtatet me prodhimet e reja, me format e reja të jetës. Edhe këto ndikojnë në frymarrjen, në mos oksigenimin e mirë të trupit, ndikojnë në një lloj lodhjeje të organizmit dhe gjitha këto çojnë në çfarë normalisht dikush pranverën e përjeton me ndryshime të humorit, me
këtë lodhje me melankonin, ndonjëherë dhe me irritabilitet, dhe janë të gjitha çfarë në pranverë ne duhet patjetër që të bëjmë kujdesin dhe të përshtatemi hap mas hapi. Edhe perceptimi nga ana e tyre gjithë këtyre faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm që përmendëm sidomos. Duke i parashtruar të gjitha këto ndryshime që çojnë në lodhje, në humor më të rënë, në ulje të përqendrimit, në kompromentim të performancës që ne kemi, domethënë gjatë kësaj periudhe, atëherë çfarë duhet të bëjmë ne? Sepse në fund të fundit pranvera vjen dhe ne nuk na mbetet vetëse që ta përjetojmë këtë ndryshim dhe të mos harrojmë që vim dhe nga një vjesht. Dhe vjeshtat e pranvera pa kaluar te dimri, që siç e do toka, atë ngricën për të bërë ciklet e saj dhe ne do ta donim shumë dhe tani s'po vjen as dimri. Kalojmë nga një stinjë që është vjeshta me ato turbulencat e saj dhe ajo, në një pranverë që na gjen gjysmë të gatshëm dhe edhe kjo na mposhtë 2 herë më tepër se na gjen të lodhur pra nga gjithë ky ndryshim hormonal. Lidhur kjo edhe me llojet e karaktereve që ndeshen me këto probleme që janë faktorë të dytësor, po që ndikojnë shumë në ecurinë e njerëz që presin pranverën për të bërë më të mirën e mundshme, për të vënë objektiva dhe papritur gjenden te kjo vorbull që i bën ata që të mos i arrin atë dhe mos kenë arritje për sa i takon pritshmërive që kanë pasur, kështu që dhe këto kanë... Pra gjithë disa nga shkaktarët, faktorët të jashtëm të brendshëm që mund vinë, llojen e karakterëve tanë të ndryshëm, pritshmëritë tona, ndryshimet si të ritmeve cirkadiane, si të vetë natyrës, si të shtimit të ditës, neurotransmetuesve të dita, këto, dhe nëse ne ndodhemi kështu, dhe nëse na ndodhin gjitha këto që ju tha, ato që janë simptoma, ka në një mënyrë se si duhet veprojmë ose të përgatitemi që ta përballojmë sa më lehtë dhe në mënyrë më graduale për të dalë nga një situatë e tillë. E para gjë është që duhet të bëjmë shumë kujdes me dietën tonë. Nëse ka një moment ku ne duhet kujdesemi për veten dhe të mendojmë për çfarë ham, është sidomos në pranverë. Dhe në pranverë ne kemi shumë barishte, domethënë janë këto lakrat e egra që quhen populli, që kontribojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, që janë plot me mikroelemente dhe me vitamina, të shtohet përdorimi i omega 3-shit. Kompleksi i vitaminës B është shumë i domosdoshëm. Vitamina E me antioksidant është gjithashtu. Kështu që t'i drejtohemi ushqimeve që kanë përbërësin kryesor këto vitamina dhe mikroelemente, është çfarë ne mund të ndihmojmë organizmin tonë që të mirë funksionojë. Nga zgjedhjet e para, që është natyrale. Gjëja tjetër është të hidratohemi sa më shumë, sepse nëse ne fusim ujin, edhe pse në dimër kemi menduar që është një stinë e cila me lagështirë edhe po nuk pim shumë ujë do ta përthithim nga lëkura etj. Tani është koha që vërtet duke përmirësuar edhe aktivitetin ton fizik, duke e përmirësuar, jo duke e shtuar. Siç e përmendëm më përpara, nëse ne hidhemi më njëherë në natyrë dhe ekspozohemi shumë më tepër gjatë dritës, atëherë dhe kjo do ketë një feedback negativ. Pra, çdo gjë duhet jetë në limitet e veta. Duhet ta bëjmë aktivitetin fizik, por ama duhet të ekspozohemi gradualisht. Të rekulibrojmë humbjet që shkaktojnë, nëse mund të shtë diçka se në këtë sens, ne harrojmë dhe duhet ta kujtojmë gjithmonë edhe njerëzve që ne jemi 70 deri në 85-90% ujë. Organizmi i trupit njeriut. Sa më i vogël, aq më i lartë është niveli i ujit dhe sa më përpara esën me moshën, aq më pak zvoglohet niveli i ujit, po aq më pak ke etjen për të pirë ujë dhe nuk të shkon mend. Kështu që e detyron organizmin të bëjë një super sforcë për ta prodhuar ujin, se nëse se merr,
do të bëj sforce, fut në stres, kështu që shumë e rëndësishme ajo që thatë hidratimi në këtë periudhë, me ndryshimin e temperaturave, të zgjatjes ditës e gjitha këto, është mos e rëndësishme. Të gjitha çfarë ne mund të bëjmë, domethënë, për të kaluar këtë periudhë të vitit me sa më pak kosto për shëndetin, patjetër. Në qoftë se ne fillojmë të ndjejmë probleme që kanë pastaj që na kufizojnë në mbarvajtjen tonë dhe na prishin cilësinë e jetës, patjetër që duhet të takojmë profesionistët e shëndetit mendor, sepse nëse ka diçka që po pret pranverën për të shfaqur dhe që pranvera sistin e stimulon këtë gjendje që fillon dhe na prish cilësinë e jetës, pra humori bie akoma më tepër, irritabiliteti shtohet më shumë, gjumi prishet dhe të gjitha këto ndjekin humorin që bie. Patjetër që duhet ta kërkojmë ndihmën e profesionistit, që nga një psikoterapist që me terapinë kognitivo-behaviorale mund të ndryshoj, pra të njohim problematikën dhe të ndryshojmë sjelljen ndaj kësaj problematike dhe tek profesionisti tjetër, siç është psikiatri, për të rregulluar pikërisht çfarë këto ndryshime hormonale kanë ndikuar tek gjendja jonë e përgjithshme dhe mirë funksionimi, patjetër që nuk ka pse të mungojë, domethënë kjo kërkesë e ndihmës për të përmirësuar në fundit 24 orshin tonë që pranver apo vjesht apo dimër është dita jonë dhe nuk ka pse të shkohet dëm nëse ka zgjidhje gjithmonë për çfarë ne mund t'japim zgjidhje në këtë rast. Këto janë që nga faktorët, që nga format e shfaqjes, që nga mënyrat e përballimit e deri tek profesionistët e fushës, kështu që në mënyrë apo një tjetër, pritshmëritë tona të stinës, nëse nuk arrin vetë, duhet t'i arrim nëpërmjet këtyre këshillave dhe nëpërmjet profesionistëve. Kjo është këshilla, besoj, për të gjithë. Çfarë ne mund t'i japim në këtë pranverën që mirë se të vi si gjithmonë, domethënë, po që të bëjmë kujdes për çfarë ne vetë kemi në dorë për ta përballuar dhe për ta tejkaluar dhe për të kërkuar gjithmonë ndihmën që asnjëherë nuk mungon nga të gjithë profesionistët. Kjo ishte biseda e sotme. Faleminderit. Gjithmonë faleminderit për vëmendjen tuaj. Në episodin e radhës. Faleminderit.